Ebu Bekri e dini mirë që e akuzuan Ebu Bekrin në familjen e tij, nderin e tina, madje nanën e besimtarë Hazreti Aishën. Njëri prej atyre që kishte shpif për Hazreti Aishën ishte Mistahi, ai njeri me emrin Mistah. Edhe Ebu Bekri atij ne i kishte ndihmuar. Ka njerë populli e përdorin i fjalë thot, ruju sherrit të atina që i ke bë hajër dhe mirë. Nga sherri atina që i ke bë mirë, e ky Mistah ishte ndër ata që Hazreti Ebu Bekri kishte ndihmuar. Hazreti Ebu Bekri ka qenë një prej milionerëve të asaj kohe, i kishte ndihmuar dhe u betua dhe tha kur mo për ymër e jetë unë nuk do t'i ofroj ndihmë Mistahit, ai më lëndoi mua fort. Allahu xhaleshanu zbriti Kur'an, zbriti ajet për këtë çështje dhe i drejtua Abu Bekrit drejt për së drejti. Dhe tha, atyre të cilëve ju kam dhënë për të mirave të Zotit dhe janë njerëzit e mirë. Asnjëherë mos të ndalojnë dorën dhe të shtrinë dorën për ata që kanë mirësisë për ata që kanë nevojë. Ela tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Domethënë, a nuk keni dëshirë që Allah i t'ja fal juve? Hazreti Ebu Bekri i thëtë Zotit, bela ja Rab, po sot kam dëshirë dhe vazhdoj të kujdeset për